Lajmi radhës, besoj nuk ka nevojë për të shpjeguar shumë, sepse sa po shohim personazhin e kuptojmë. Bëhet fjalë për Melanie Trump, bashkëshorten e Donald Trump, presidentit aktual të Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cila me sa duket tashmë ka një dokumentar të vetin publikuar për historinë e jetës së saj. Megjithatë, dokumentari Melania është publikuar vetëm këtë fundjavë që kaloi, ka tërhequr vëmendje jo vetëm për tematikën politike, por sidomos për performancën financiare, e cila po ngre pikpyetje mbi qëndrueshmërinë ekonomike të projektit. Filmi ndjek Melania Trump gjatë përgatitjeve për rikthimin në shtëpinë e bardhë në fillim të vitit 2025, është promovuar si një prodhim ekskluziv me interes të lartë publik. Gjatë fundjavës së hapjes, dokumentari arkëtoi rreth $7 milion, një shifër që në pamje të parë mund të konsiderohet solide për një prodhim dokumentar në këtë rast. Megjithatë, kur këto të ardhura krahasohen me investimin total, panorama financiare bëhet dukshëm më pak optimiste. Thënë kjo, Amazon pagoi rreth $40 milion për të siguruar të drejtat e shpërndarjes së filmit, ndërsa shpenzimet për marketing vlerësohen në rreth $35 milion shtesë, duke e çuar koston totale në afërsisht $75 milion. Në këtë kontekst, patjetër që të ardhurat nga biletat mbulojnë vetëm një pjesë shumë të vogël të investimit fillestar, duke bërë kthimin e shpejtë të kapitalit praktikisht të pamundur. Për më tepër, pritshmëritë për rritje të qëndrueshme të argëtimeve në javët në vijim duket se janë të kufizuara për shkak të reagimeve negative të kritikës. Që nga publikimi, pra në 30 janar, vlerësimet online kanë qenë kryesisht kritike. Media prestigjioze si The Guardian apo Hollywood Reporter e kanë cilësuar dokumentarin si të dobët nga ana artistike dhe tepër të njanshëm, çka mund të ndikojë drejt për drejt në interesin e publikut për ta parë. Sipas Forbes, filmi debutoi me vetëm 6% vlerësim në Rotten Tomatoes, dhe përpara se të rritej dhe të shkonte deri në 10%, një nivel i cili patjetër mbetet ende problematik dhe konsiderohet një nivel i ulët nga ajo çka pritet për filmat. Ndërsi Melanie po shfaqet më shumë si një investim me rrezik të lartë financiar se sa një sukses ekonomik. Me gjithë skepticizmin që duket se shprejnë platformat e medjave më të mëdha, nuk e di pse, po mua më kuriozoja dhe kam dëshirë se shoh tani dokumentarin për Melanie, edhe pse ato cilësojnë së shumë i një anshëm dhe shumë personal nga ana tjetër. E po është dokumentari e saj, kështu që natyrshëm mund ta kuptojmë edhe këtë.